Qindra qytetar protestuan para gjykatës së Tiranës, u liruan të arrestuarit 2 me arrest shtëpie dhe 19 të tjerë me detyrim paraqitje. Qindra qytetar dhe aktivistë u mblodhën këtë të diel para gjykatës penale të Tiranës, ku zhvillua seanca për caktimin e masave të sigurisë ndaj 21 protestuesve të arrestuar pas përplasjeve gjatë protestave të 2 korrikut. Fitore, gjykata liroi 19 protestuesi të arrestuar nga policia, vetëm 2 prej tyre në arrest shtëpie. Avokati Matlia, ndalimet e palishme nuk ka prova. Gjykata e Tiranës liron 19 protestuesi të arrestuar me 2 korrik para parlamentit, dhe pse i cilësoi ndalimet të lishme pavarësisht pretendimeve të avokatëve, vetëm 2 prej tyre do qëndrojnë në arrest shtëpie, të tjerë me detyrim paraqitje. Prokuroria ngriti 5 akuza ndaj tyre, kryesisht kundërshtim ndaj policisë, shkatrim prone, prishje qetësie, organizim të tubimit palishëm dhe bllokim të mjeteve transportit. Vetëm 19 persona lidheshin me protestën, 2 ishin në vete. 2 persona kërkoi arrest me burg, për tjerët kërkoi detyrim paraqitje. Për personat me mbiemrat Bardhi e Gega u la arrest shtëpie nga burg që u kërkua, dhe të gjithë të tjerë detyrim paraqitje, kur për 5 nuk u la mas fare. Disa kanë 1 herë në muaj dhe disa 2 herë në muaj detyrimin e paraqitjes. Gjykata ju kërkuat mos instrumentalizohet për mos dhënë mesazh ndaj protestuesve se nuk kanë pse të kenë frikë dhe të kapen në mënyrë kolektive dhe të vuajnë 72 orëshin në komisariat. Gjykata e la të padiskutueshme këtë pjesë në lidhje me raportin e policisë. Prokuroria fillimisht kërkoi burg për Altin Hilën, protestuesit baba të 2 fëmijëve të mitur, por për shkak të rrethanave të veçanta, sepse nga fëmijët ka probleme shëndetësore, organi i akuzës u tërojtë në fund e la me detyrim paraqitje. Në fund të seancës, qindra qytetar që ishin solidarizuar prej 6 orës para gjykatës thirrën fitore apo arresto Ballukun.